Përshëndetje të gjithëve. Tema që do të diskutojmë sot në Nektar do ketë të bëjmë me familjen dhe me shëndetin. Janë dy çështje të ndërthuara me njëra tjetrën. Le të ndalemi tek familja. Nuk ka gjë më të bukur se familja. Vetë si nocion shkon vetëm nga pikpamja pozitive, pra nuk ka as i përqindje të diskutueshme negativiteti. Kush nuk e dëshiron dhe kush nuk e adhuron një familje të këndshme. Dhe aq më tepër kur në këtë familje ka dhe shëndet mental, shëndet shpirtëror dhe shëndet fizik, sepse një familje me të sëmurë brenda nuk është si familje ku të gjithë janë vitalë dhe të shëndetshëm. Do ta trajtojmë këtë temë me Jeton Zenunin, me profesion mjek doktor dhe njëkohësisht me ka hapur një grup në Facebook, të cilin e ka themeluar e drejton, që titullohet kështu: Shëndeti, familja dhe shëndeti, dhe që brenda një kohe të shkurtër ka përthithur shumë të interesuar, gati 50.000 ndjekës. Dhe me Florim Nezirajn, që është kryemam i Bashkisë së Kaçanikut, Bashkisë Islame të Kaçanikut. Mirë se u kam të dyve në studio. Do ta fillojmë me ju, klerik i nderuar, si e përkufizon Islami familjen? Çfarë peshe i vë asaj, çfarë rëndësie i vë asaj në zhvillimin shoqëror? Bismillahirrahmanirrahim. Gjithmonë falënderimet për të madhin Allah Azza wa Jall. Salavatet e selamet dërgojmë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij, për gjithë besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e mbrëmtë të gjykimit. Dëshiroj t'ju përshëndes ju dhe audiencën tuaj, shikues, vëllezër e motra që po na ndëgjojnë këtë çast në këtë momente. Ju përgëzoj për temën e zgjedhur. Sot vërtet me kënaqësi do të flisja për këtë temë mjaft me rëndësi, temë cila i mungon shoqërisë bashkëkohore, pasi që familja është institucioni parë e cila prodhon një shoqëri, e cila i jep fritet e saj, dhe Islami, Kurani, i ka dhënë një peshë të veçantë, një rëndësie të veçantë familjes, sepse aty buron thelbi i të mirave, si në aspektin fizik, moral e njerëzor, por ashtu në aspektin shoqëror. Gjithbashëm shoqëror. Padyshim që kem bazamentin Kur'an, në cilin Allah i Madhërisht në mënyrë të drejtë për drejtë ju ka drejtue njerëzimit duke thonë ruaje veten tuaj dhe familjen, sepse familja është e shenjtë. Familja nuk ndrohet me asgjë. Gjeneza e familjes nuk zaventësohet me asgjë dhe si e shenjtë do të mbetet që nga krijimi i parë, Ademit alayhis salam me Havën, e deri tek njeri i fundit. Dhe kush mundohet prek në këtë celulë të parë që ka kriju Allah i Madhërisht për t'ia dhënë bukurinë kësaj natyre, kësaj gjithësie dhe për të bë atë më të mirën këtë tokë, prandaj dije se ka prek në atë që është një zjarm i madh, që i madhi Allah hidhrohet edhe do të ndëshkoj, dhe shariati islam është i pafalshëm këtë drejtim. Duhet pas parasysh që i madhi Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i kanë kushtuar një rëndësie të veçantë kësaj teme dhe familjes në përgjithësi. Unë do t'i përmend në këtë çast 5 elementet kryesore, 5 çështjet, shtylla kryesore, të cilat është ndërtuar platforma islame mbi familjen. Dhe këto 5 forma, këto 5 shtylla kryesore, cilat janë të pajtimit të gjithë dietarët, sepse po që se ekziston njëra prej tyre, nuk ka familje, nuk ka shëndet. Pra janë 5 kolonat që mbajnë një familje. Po. Sakt. Dhe këto është jeta e njerëzit. Një ndër të parat që përmend shariati islam është jeta. Po s'kemi jetë, s'ka ekzistencë. Prandaj e dyta është familja. Familja është e dyta, kurse
E treta është ruajtja e kapitalit, sepse pa kapital s'mund të ekzistojë Po, është një shoqëri. konteksti ekonomik, Prandaj, po. Edhe e katërta është ruajtja e dinjitetit moralit njerëzor. Familja është mbrojtëse e dinjitetit dhe moralit. Pa tjetër. Dhe e pesta është ruajtja e besimit. Unë do të shtjelloja çështjen e jetës, sepse jeta është po ajo që kushdo që privon dikën nga kjo dhuratë që Allahu ka dhuruar, do të thotë ka bërë një krim të madh, që kemi bazën kuranore, kur Allah thotë kush vret një njeri pa fajshëm është si t'i vras gjithë njerëzimin, por kush shpëton, ka shpëtu gjithë njerëzimin, më shpërblimi është si shpëtoi i gjithë njerëzimi. Dhe tek jeta, pa tjetër se duhet çdo kush të gjithë me investue, duke fillu prej antarit familjes, duke filluar prej kryefamilarit, sepse nëse nuk investojmë këto, atëherë ne kem dështue në start që të vazhdojmë më tutje. Por mbi gjithat kem hadithet shumë të pejgamberit a.s. kur thot nuk mund të jetë besimtar i devotshëm, i sinqert, e fare hiç, ai i cili prej gjuhës dhe veprës tij nuk janë të ruajtur fëmijët, familja, fëmijët, besimtarët, njerëzimi mbar, pa dallim feje, kombi etnie. Thot nuk mund të jetë besimtar derisa jeta e tjetrit nuk është e sigurt, ose dinjiteti i tjetrit nuk është i sigurt nga ty dhe gjuha jote. Prandaj këta janë bazamente kuranore dhe hadithe pejgamberes që e sigurojnë dhe japin një garancë që jeta është e shenjtë dhe këto nuk guxon askush të prejke në te. Por pasi që ke emision nuk na jep hapësirë më shumë të shtjellojmë, ne do të përmendim në pika të shkurta. Po, vetëm pika të shkurta. Po? Patjetër. Unë do ta përmendja pikën e ditë që është shumë e rëndësishme. Jeta vazhdon. Okej, këtë në rregull. Po familja është numër 2. Familja është numër 2. Rujtja e gjenezës njerëzore, e këtu është familja. Nëse ne nuk kem familje, nuk ruajmë traditën, kultivimin e të parëve tonë, që nga Ademi a.s. Deri tek njeri i fundit, atëherë ne e kemi humbur mesazhin për çfarë ne po jetojmë. Atëherë ne e kemi humbur atë për çfarë na ka kriju i madhi Allah, sepse ne këto nuk kemi veç për të hangër dhe për të pi, por i madhi Allah ka treguar qartë, sepse ne nuk i krijuam për asgjë tjetër, përpos që të më falendrojnë e të më madhrojnë, të jetojmë në paqe, harmoni, në dashuri mes njëri tjetrit. Familja si familje, nëse nuk ruhet ajo dashuri cilën e kanë pasur pejgamberët dhe shokët e tyre dhe gjenerata pas gjenerate, që ka thonë i madhi Allah në Kur'an, ka thonë merrni shembull pejgamberin a.s. sepse ai ishte baba. Prandaj ai ishte baba i familjeve të tij dhe padyshim se ne do ta kem shembull, ai ishte bashkëshort i bashkëshortëve të tij dhe nëse ne i marrim shembuj ata, ne jetojmë shumë perfekt, mirë dhe pa brenga, me një shoqëri të shnosh dhe me një shoqëri të pastërt e panjolla. Por nëse humbim ne atë çfarë na ka urdhëruar i madhi Allah dhe pejgamberi a.s., atëherë ne humbim edhe vlerën e familjes çfarë ne duhet ta kemi. Familja si familje, me 10 ajete kuranore na ka porositë i madhi Allah që ka thënë burri është përgjegjës për bashkëshortën e tij. Kjo është ndarje e punëve të familjes. Patjetër. Të kalojmë tek jetoni, do t'i mbash pastaj që t'i shtjellojmë dhe pikat e tjera. Po, patjetër. Sepse me që jemi te pika 2 të familjave, pra e kemi potencuar jeton. Ku ndodhet sot, në ç'gjendje është sot familja? Ti mund t'i marrësh edhe në planin global, por edhe në planin lokal, pra familjen kosovare, familjen në shoqërinë shqiptare. Ku ndodhet sot familja? A është e rrezikuar? A janë treguesit të mirë, po themi, të pranueshëm me gjitha defektet, apo ka tregues edhe pak alarmant? Të them drejtën, Ermir, unë i takoj asaj gjeneratës e cila e ka prek pak fundin asaj familjes tradicionale shqiptare dhe kam qenë dëshmitar i një tranzicioni
prej kësaj familje tradicionale shqiptare në këtë familjen moderne, ose më mirë ta quajmë postmoderne. Dhe do të kisha bërë një udhëpërshkrim kështu të shkurt, do më thonë se si unë e kam perceptuar këtë fazë tranzicioni. Do më thonë fillimisht duhet të themi se familja tradicionale shqiptare ka qenë një strukturë komplekse, do më thonë ekonomike, sociale, shpirtërore, reproduktive, madje dhe edukative, e cila ka luajtur një rol dhe një funksion të rëndësishëm në rregullimin e raporteve në mes të pjesëtarëve dhe anëtarëve të asaj familje. Dhe në fakt ajo ka pas një hierarki, ka pas një autoritet të pa kontestueshëm dhe po ashtu një disiplinë të fortë. Periudha e tranzicionit në për të cilën kaloi populli shqiptar me gjitha ato ndryshimet sociale dhe ekonomike të cilën e karakterizuan, ndikuan që të ndryshoj pak. Kam dëshirë të them pak, jo shumë, dhe shpresoj që kam të drejtë, ndryshoj pak ai funksioni, roli, madje edhe përmbajtja dhe koncepti dhe përmasa e familjes, dhe mendoj se kjo pak ndikoj edhe në ndryshimin e fizionomisë dhe tipologjisë vetë familjes. Duhet jemi real dhe të themi për shembull se disa prej roleve dhe funksioneve të familjes, të cilat përpara ka qenë 100% ekskluzivisht detyrë dhe funksion i familjes, tash e ka marrë një masë, një përqindje të vogël edhe kopshtet e fëmijëve, shkolla, pastaj kopshtet për të shtëpitë për të moshuar, strehimorët, televizioni, mass media, rrjetet sociale, dhe faktikisht kjo familje tradicionale shqiptare, e cila është karakterizuar me një ngrohtësi familjare, është në një rrezik të vogël faktikisht që të rrezikohet nga disa tendenca individualiste dhe tendenca për pavarësi ekonomike. Dhe kjo nuk do të ishte e keqe, nuk ka asgjë të keqe, po të mos ishte ky tranzicion dhe ky transformim kaq rapid dhe një transformim i cili faktikisht nuk po i ndjek ato ligjet e gradualitetit të cilat faktikisht ishtë dashur të ndiqen, dhe si pasojë e kësaj unë nuk kam dëshirë, pra them se jam shumë optimist, por nuk kam dëshirë të shoh fëmijët të cilët janë të privuar nga dashuria, nga përkthjelja e xhaxhallarëve, e gjyshit dhe gjyshes, pastaj nga atomizimi i një familjeje, pastaj nga rritja në tendencë e divorceve të cilat po shohim çdo ditë më tepër ndodhen si pasojë e pavarësimit ekonomik të bashkëshortit dhe bashkëshortës, dhe si rrjedhojë e kësaj, domethënë tek një neglizhencë apo shpërfillje e atyre të drejtave të cilat ata i kanë në karshi e tjetrit. Dhe çka është më e keqja, dy komponente, dy kategori të cilat për mua janë të dhëmshme, dhe e treta e fundit që do ta përmend është fëmijë të lënë pas dore. Shpresoj që nuk është term shumë i rënd, agresiv, por kam frikën që fëmijë të lënë pas dore në kuptimin që prindërit në kohrat e sotme po janë të rrezikuar nga një orar i gjatë i punës, pastaj prindërit të cilët janë të divorcuar dhe prindërit të cilët janë detyruar të nënshtrohen rrugës së emigracionit, dhe prindërit të cilët për çfarë do arsye kanë humbur atë marrëdhënien e ngushtë, dhe kategoria parafundit është kategoria e personave të moshuar të cilat janë në një numër të vogël, shpresoj dhe kështu do të mbetet apo do të zvogëlohet, të personave të moshuar të cilët nuk kanë atë për kujdesin të cilën e kanë pasur në këto familje tradicionale shqiptare, për të cilën jam i karakterizuar. Dhe e fundit dëshiroj të përmend edhe gruan, nënën, e cila është baza, themeli i shoqërisë, themeli i baza e familjes, dhe familja dimës është themeli i shoqërisë, e cila është duke përjetuar më së rëndi këtë fazë tranzicioni apo transformimi, për arsye se gruaja sot me bashkëkohore është ajo e cila bart
përmbi supet e saj peshën e punës në sektorin publik dhe atë privat. Pastaj gruaja është ajo cila duhet të përkujdeset për fëmijët e saj, kur kthehet në shtëpi, t'i kryej obligimet, të zbatojë obligimet bashkëshortore të cilat i ka ndaj bashkëshortit të saj, e ku janë edhe ato obligime ndaj farefisit më të gjerë, aktivitetet rekreative, sportive dhe ndonjë hobi eventual. A ka familje të përsosur? Apo pjesë e defekteve e papërsosshmërisë njerëzore shpërfaqet normalisht edhe tek familja, por ka familje ideale, pra ndoshta nuk ka të përsosur, por ka ideale. Unë kisha preferu që me qujtë, në qëfëse kishim dashme ngrit në pjedestalin më të lartë një familje, kisha qujtë familje funksionale, ose kundërta familje jo funksionale. Për arsye se familja funksionale është e familje cila nuk më tënë të jetë ideale, për arsye se ajo identifikon ato të metat e saj, problemet, lëshimet e saj, mirë po për dallim prej familjes jo funksionale, ajo lufton që me gjithë kapacitetet dhe potencialin e saj të arrin të ballafaqohet me to dhe të imposhtë ato probleme, ato të meta në mënyrë më të mirë të mundshme. Në anën tjetër, një familje funksionale është ajo familje e cila i ofron prindërit i ofrojnë dashuri fëmijëve të tyre, i ofrojnë mbështetje, përkrahje, solidarizim, i ofrojnë ngrohtësinë e tyre familjare në mënyrë që këta fëmijë të nesërmen të rrezatojnë, të reflektojnë po të njëjtën dashuri dhe atë energji pozitive edhe tek shoqëria dhe te familja e tyre në të nesërmen. Ju i përmendët paksa edhe në pyetjen e parë, në përgjigjen e pyetjes së parë, por cilat janë ato shenja që fillojnë edhe shfaqin problemet në familje. Pra që kjo familje nuk po tregon, nuk është ajo që duhet jetë. Shenjat e shfaqjes së probleme në familje janë fillimisht zënkat në familje, zënkat e shpeshta dhe fatkeqësisht kur ato ndodhin para syve të fëmijëve. Në anën tjetër janë mosmarrveshjet në mes të çiftit bashkëtorë apo prindërve dhe fëmijëve. Pastaj mungesa e një vullneti për të ndryshuar gjërat për të mirë, dhe me thonë për të reguluar ato marrëdhëniet në mes bashkëshortëve apo në mes bashkëshortëve dhe fëmijëve. Pra ju thoni që kur nga dritarja dëgjohen jo harreja familjare, po dëgjohet ajo dëgjohen grindje, përplasje, katurivarje. Pikërisht. Mirë. Atëherë, të vazhdojmë tek ju me shtjellimin e atyre pikave të tjera të cilat e mbajnë gjallë dhe e mbajnë të dobishëm këtë institucion në funksion të edhe shëndetit shoqëror, pastaj do dalim edhe tek çështjet e shëndetit. Patjetër, sepse në islam, derisa në laicizëm, familja llogaritet si interes, kurse në islam jo, në islam është ideal. Pra është në funksion e të botës komerciale, sepse ka pjesën e vetë të ekonomisë familje. Në mesin e saj, nuk ka do të këti ideali realizohet interesi fizik, interes fizik dhe material. Po, është për të theksuar diçka, ju e përmendët disi. Sot, mendimi botëror, ose në disa segmentet e këtij mendimi të botës në zhvillim, ato po e vuajnë familjen më tepër dhe po e potencojnë këtë, po e vuajnë familjen më tepër në aspektin e ekonomisë. Pra kjo mungesë e kësaj familje po sjell goditjen e ekonomisë. Pra çështja e familjes është çështje shumë komplekse që përmbledh disa aspekte. Po. Patjetër janë shumë faktorë relevant, cilat e majnë gjallë një familje shëndosh, me plot hare e dashuri, sepse është bazike në Kur'an dhe në hadith pejgamberes sam që po që se hupen dy vlera shumë të rëndësishme, humbet një familje. Aja është numër 1, është dashuria, cilën i dhuron krye familari, antari, nana, babas, motra, vllaut, djalit, dashuri. Sepse gjë më parë në familje që mund të investohet, është atyre t'ju dhurosh dashuri, harmoni. Edhe për t'ja vërtetuar doktorit të nderuar këto që kem bashkë me mu, sepse e dyta që është që humbet toleranca, mëshira, toleranca. Po që se ekzistojnë këta dy komponente me një familje,
këta dy gjëra, atëherë kanë thonë dietarët islam se një familje nuk mund të jetë e shëndosh. Patjetër ne për bashkëshortet tona dhe për familjet tona do t'ju dhurojmë dashuri, por do të kemi parasysh toleranca mbi të gjithat. Dhe tolerancën cilën ne e kemi pa mund të argumentojmë me atë që e ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka konfirmu bashkëshortet e tij që pejgamberi alisam ka qenë një njeri që nuk ka morë vendim vetë kur ka qenë çështja familjes, jo çështja feje, çështja besimi, po çështja familjes. Thot ka pas konsenzus të plot mes neve dhe ne kemi dhënë ide të shumta dhe ata janë realizue. Prandaj e kemi një rast të Aishës, nëse më lejohet me përmend radiallahu anha, thot kur një herë kam qenë thot e lodhur me emocione të ndryshme, thot edhe e kam paraqit pak një pakënaqësi te pejgamberi alayhisalam, thot edhe pejgamberi sa më ka thënë Aisha, zgjidh kanë të duashti prej gjykatësve që kemi këtu, thot edhe unë bashkë me ti si pejgamber thot kemi ul e në ndan drejtësi mbi ne. Ka thënë Aisha, o i dërguari i Allahut, thot këto kanë qenë fjalë të emocioneve, sepse jam i kënaqur me këtë bashkëshortësi që kemi. Prandaj kishte pejgamberi alayhi salatu wassalam, por mbi gjithat kemi edhe shembuj të tjerë. Dua përmendi për shembull rastin e Omerit radhiyallahu anhu. Prandaj kush ka qenë Omeri? Ka qenë njeri që u shor në islam, ka thënë pejgamberi sam, ka fitu islami, triumfoi islami. Pse? Ka qenë një njeri shtatgjatë, ka qenë një njeri që askush s'ka mujtë t'ia thot dy fjalë. Por njëri prej shokëve të pejgamberit sam, derisa Omeri ishte halife, ka dëshiruar të shkoj dhe të ankohet tek halifja Omeri radhiyallahu anhu, thot për bashkëshortën e tij që po ja ngrit zërin, thot edhe me të trokitur në derë, thot kanë dëgjuar thot një zhurmë, thot që gruaja duke ja ngrit zërin Omerit dhe duke e qortu për një çështje të caktuar. Edhe ki ka dëshiruar të largohet prej shtëpisë Omerit dhe Omeri e ka vërejtë dhe ka thonë, urdhno, thot pse po largosh? Thot vallahi ka marrë thot për një hall, thot për ta kërkuar për bashkëshortën time, pasi që po ngrit zërin. Thot e për kur e dëgjova që edhe ti pas ka dikush që bashkëshortë e jot po guxoj ka me ta ngrit zanin në këtë formë, thot unë mo nuk deshta të pyes. Ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, thot o robi Allahut, o shoku im, thot a kanë thot të hallë brenga gjatë ditës. Thot kush po i lind e po i rrit fëmijët tonë, kush po të vesh e po të madh, kush po të lan e po shpëlon, kush po na ushqen gjatë ditës, kush po na jep atë dashuri dhe atë vend qetësi, siç ka thënë Allah në Kur'an Ademit alayhisalam, pasi që e humbi dashurinë e xhenetit, thot tani dashurinë thot e kin tokë tek Hava radhiyallahu. Po, dhe ky është një detaj i një familje të shëndetshme të marrëdhënieve bashkëtorë. A duhet patjetër, a duhet që në një ditë edhe këtyre t'jam dëgjojmë zonin, që ka thonë pejgamberi alayhisalam, grave ka njëherë duhet m'ja bo qefin. Pse? Sepse ka hall, ka breng, ka mërzia, prandaj ka lodhje, ka sfida, ka sprova. E kështu që këto janë argumente cilat na japin një fryt, na japin një fuqi, një energji pozitive që ne si të sillim ndaj bashkëshorteve tona, sepse ata janë, siç ka thonë Allah në Kur'an, ata janë si vendmbjellët tuaja, ata japin fryt, çfarë do që të mbjellni ju, ata janë të gatshëm t'ju japin, po veç ju çka po mbjellni. Prandaj këtu vjen në pyetje sa jemi ne të investue në familjet tona, sepse nëse dikush mund të investoj tek më së miri apo më shumti dhe me investim të duhur që duhet patjetër në familje. Investimi më i mirë, siç ka thënë pejgamberi sam, është investimi në familje, dhe kush nuk investon në familje, ai ka humbur familje, ai ka humbur mesazhin për çfarë na ka krijuar i madhi Allah azza wa jall. Prandaj unë nuk mund të harroj që pas hamdi që i bëjmë të madhit Allah azza wa jall për çdo mirësi e begati që ne e shijojmë këtë botë, dhe do shpresojmë që do ta kemi inshallah edhe në botën tjetër. Prandaj baballarët tonë gjysh e stërgjysh e kanë kultivuar këtë mirësi tek ne, kanë investuar
ne edhe në familjet tona. Prandaj sot nuk po shohmi ne atë investim që kanë bërë të parët tonë për ne, sepse falë krejt që ati mundi që kanë dhanë baballarë tonë gjyshës tër gjysh, na këtu jemi shqipfëllës, sepse ne kemi kaluar në për pushtetet të ndryshme, ne kemi kaluar në për regjime të ndryshme dhe falë krejt kontributit dhe sakrificës baballarëve tonë që është kultivue me fanatizëm familja, gjuha, kombi, feja, prandaj ne jemi këto, elhamdulillah, jemi në tokën tonë me gjithë ata dëshmor dhe atë gjak të tyre dhe atë sakrificë popullit, ne sot frimojmë lirshëm, jemi të lirë dhe çka jemi në familjet tona. A duhet patjetër që ne të investojmë në familjet tona, po duhet pas se këtu a bazamenti i shteti, këtu a celulja e parë i shteti, fatkeqësisht që ne kemi individ të cilët investohet në individ, po nuk kemi në familje cilët investohet në familje. Edhe kështu që shteti si shtet dhe ne si familje, spari që ne duhet krijojmë institucionin e fortë, stojke të paluhaqëm institucionin familjes. Po e kemi këte në binar të drejt, o i kemi gjithë institucionet tjera. Po se kemi këte në binar, nuk kemi asnjë institucion tjetër për rreth që mund të jetë në vija të drejta, apo si çdon Allah dhe si çdon pejgamberi dhe ne si popull. Unë do të kaloja nëse s'prish punë? Jo, ta bëjmë të kombinuar bisedën, por në çështjet e familjes ka dhe një problem tjetër. Problemi i natalitetit, sepse mund të kemi një çift që mund të kaloj shumë mirë, por kanë vendosur të kenë një fëmijë dhe një qen. Unë njoh çifte që ja kalojnë shumë mirë me njëri tjetrin, madje janë dhe tolerant, e duan njëri tjetrin, por që kanë vendosur të kenë vetëm qen. Po. I kanë të kombinuar ndonjëherë, pra ke një familje, mos kuptimi drejt i familjeve është dhe mos kuptimi i drejt i lindshmërisë, pastaj se kemi dhe këtë problem, kemi dhe atë druetjen, të reqen, për mos me pasi familje në kuptimin e plot të fjalës. Familja merr kuptimin jo vetëm nga relacionet midis çiftit, po merr kuptimin edhe nga masivitetin, po marrim një fjalë. Masivitet do thotë që të kesh fëmijë, ta mbush atë familje me zëra njerëzor. Këto fëmijë i kanë disa aspekte, pastaj janë dhe potencial ekonomik, këta janë dhe potencial ushtarak në çështje të caktuar, sepse gjithmonë duhet thënë një ndërfitore që nuk thuhet, sepse prandaj po them, nganjëherë futet ky elementi folklorik dhe i zëvendin elementeve racional. Heroizmi, duhet thënë, Kosova e ka fituar luftën ndaj Serbisë me potencial të madh njerëzor, e ka fituar me familjet. Ato janë të ndërgjegjshëm dhe ato. Për këtë gjë janë të ndërgjegjshëm jo më kot, sot Vučić, ankthi më të madh që ka për vendin e tij është se po ikën familja, po ikën nataliteti, sepse ai e shikon këtë me një aspekt afatgjat. Nesër në një përballje me një popull të caktuar, ne s'kemi, na ka ikur familja, na ka ikur nataliteti. Fjala për ty jeton, a mund të vlerësohet dhe a duhet kapur dhe në këtë fokus? Po, patjetër, kjo në aspektin fetar, gjatë më mirë, domethënë që është e preferuar që çdo familje, domethënë të ketë sa më shumë anëtar të familjes, normalisht varësisht prej rrethonave dhe mundësive ekonomike, ajo është e qartë. Dhe unë për vete si babi 4 fëmijëve, 4 vajzave për shembull, pajtohem plotësisht me ju. Në anën tjetër, edhe si domethënë fëmijë i prindve të cilët pashtu i kanë pasur 4 fëmijë, kam përvoja pikërisht ato të cilat i kam të provuara edhe në familjen time, domethënë edhe gjatë luftës, po edhe pas luftës, pikërisht është ai faktori social, pikë pari, domethënë një shtëpi e cila është e mbushur me fëmijë, me farefis, domethënë është familje e lumtur, familje në cilën ka harmoni, ka dashuri, ka komunikim dhe çdo problem që hapet në atë familje është shumë më lehtë, domethënë të debatohet, të diskutohet kur ka sa më shumë anëtar të familjes dhe kjo bën faktikisht edhe më të kënaqshme jetën, domethënë një rreth të tillë. Në anën tjetër është edhe ai faktori ekonomik që e përmendet ju, të cilën më së miri e përjetuam ne shqiptarët në Kosovë. Faktikisht unë mbaj mend për shembull që kam daj që ka pasur 5 djemë për shembull këtu në Kosovë, ka pas kushte shumë të vështira
ekonomike dhe tash për shembull 3 djemt e tij janë jashtë dhe faktikisht është ai faktori ekonomik i cili i ka ndihmuar këtij në mënyrë mas të madhe. Dhe unë mendoj që faktikisht nuk ka vend për breng për të reduktu, do më thonë, numrin e fëmijëve, si që po shoh një trend dhe një tendencë, do më thonë, të këtë rinjët për faktorë të ndryshëm si ekonomik, si social. Janë të sajuar, janë të sajuar, pikërisht, sepse po tjetë nga pikpamje ekonomike, njeriu gjithmonë kërkon, gjithmonë nuk është i kënaqur, gjithmonë pak ka për të. Ato janë thjesht sajesa që vinë nga një presion i madh psikologjik sot, që të paktën mund të themi që ambientin publik e kanë komprometuar rënd. Pikërisht, këtu Ermir isha ndërlidh tash edhe si mjek në spitale, për shembull më ka rastisur që janë vajzat e djemt e personit i cili është shtrirë në spital dhe lëngon ndonjë sëmundje, janë pikërisht ata fëmijët të cilët në momentet kur ti je më i pafuqishëm, në momentet të më thonë më kritike për vetën tënde, do të thonë ata fëmijët tuaj, të cilët mas pari të dërgojnë në spital, pastaj qëndrojnë pranë teje, të ofrojnë atë ngushëllimin emocional, i cili është shumë i rëndësishëm për një pacient gjatë kohës sa ai vuan sëmundjen, janë ata familjarët të cilët shkojnë dhe kujdesen për atë pjesën logjistike, barat, pastaj analizat e ndryshme të domosdoshme të nevojshme. Dhe pikërisht është ajo familja në fundit, ajo me të cilën ti e gëzon, faktikisht gëzohesh kur merr vesh që sëmundja jote ka mbaruar dhe është familja jote, domethënë ajo. Dhe rezulton që shëruesi më i madh është pikërisht familja. Do të kalojmë më pas edhe tek çështjet e shëndetit, po? Unë ajo që është e rëndësishme tek nataliteti, sepse Islami nje 3 lloj pjekuri. Nje pjekurinë fizike, pjekurinë mentale, edhe pjekurinë sociale. Kulminacioni i gjithë pjekurisë është pjekuria sociale. Dhe padyshim që pjekuria fizike është me kalimin e kohës, fëmiu i merr formën cilën do ta merr deri në burrëri, por pjekuria mentale është pjekuria kur me kalimin e kohës, fëmiu merr edhe përgjegjësi që ka si në familje, si në shoqëri, si ndaj të madhit, Allah krijuesit fuqiplot, por dietarët islam ka thënë kulminacioni i kësaj pjekurie është pjekuria sociale. Pjekuria sociale patjetër se nuk ka kuptim kjo botë pa martesë. Nuk ka kuptim pa çift edhe pa natalitet. Pashtunje nuk ka kuptim, sepse këto e kisha argumentu me hadith pejgamberit rasam që ka thonë pejgamberes shtohuni, sepse unë do të mburrem në botën tjetër me numrin tuaj. Do të mburrem me numrin tuaj. Kjo i përket një vedije ekskluzive fetare, pra për atë që është i vetëdijshëm dhe e ka të ndërtuar jetën me referencë të kulluar fetare. Por ka njerëz të tjetër që nuk e kanë këtë referencë. Prandaj po them, ne është e rëndësishme t'ju përçojmë mesazhin njerëzve të tjerë, atyre që nuk e kanë këtë referencë, sepse ti e ke këtë referencë. E merr një hadith profetik dhe thotë, unë do ta zbatoj këtë. Ka shumë njerëz që nuk e kanë këtë referencë. Pra dhe i friksohen linçmërisë për arsye të tjera, për arsye sociale. Unë desha ndalim dhe një pikë. Në shpjegimin social të ngazëllimit të një dasme, të një martese, përfshihen në mënyrë të nënvetëdijshme. Njeriu gëzon sepse ai çift që u martua do sjellë pasardhës, do trashëgoj jetën, pra ato janë me misionin e vazhdimësisë së jetës në tokë. Pra gëzimi ka një thellësi, ka një mesazh shumë madh. Këto njerëz që po martohen, po krijojnë një familje dhe kjo familje është vazhdimësi e jetës mbi tokë. Po. Ka thonë pejgamberi sallam, thotë nuk është prej neve ai cili nuk zbaton sunetin tim, martesën. Prandaj nuk është prej neve, thotë, sepse në pika xheriatike prej 5 pikave, cilat i kemi, prandaj është rujtja e dinjitetit moral dhe njerëzor, sepse e kundërta e martesës ajo kalon çështje njerëzore. Po edhe në pika tjera
edhe më të ndihshme që po i shohmi shoqërinë bashkëkohore tashti shumë ndryshme në bashkëtesë, në martesë të gjinisë të njëjtë, duke mos u martu fare. Hiç, domethënë këto kalojnë jashtë njerëzorës, nuk bëhet fjalë më për çështje fetare morale, por bëhet fjalë për çështje jashtë njerëzorës, dhe gjithmonë kur kalohet jashtë njerëzorja, atëherë vjen pyetja ta pyesim veten për çfarë ne jemi krijuar, sepse dietarët islam kanë thënë nëse është prej sunetit pejgamberit alayhis salam që të paktën ai çift që martohet t'i jap edhe 2 fritë, të paktën ta zaventësoj vetveten e vete, ta plotson vetveten e vete këtë tokë, nëse s'mundë më shumë, ta plotson vetveten e tij. Pra shat doktori kana babai 4 vajza, unë jam babai 3 djemve, prandaj ti mund të jesh baba i shumë fëmijëve, por ai tjetri, por mbi gjithat këta gjithta e bëjnë një bashkësi, këta gjithë i japin një fuqi, i japin një mesazh të mirë, sepse kështu na ka thonë edhe i Madhi Allah, ai nuk na ka thonë që merrni shembull Isa alayhis salam, se Isa alayhis salam ai nuk ishte i martuar, nuk ishte fëmijë, por ka thonë merrni shembull pejgamberin Muhammedin alayhis salam, sepse kur është çështja familjes, pse se ai ishte i martuar, ai ishte baba, ai ishte bashkëshort, edhe ne kemi shumë çka të marrim shembull. Por mbi gjithat na kuptojmë sepse natyrshmëria e njerit kur Ademin alayhis salam ka kriju Allah dhe Havën, prandaj atyre ka dhuruar fëmijë, prandaj edhe ata fëmijë deri brez pas brez jemi edhe ne gjithë ne kur të kalojmë tjetrën anë duke munduar se si ne nuk mundem për shembull të kombinohemi në çështjet martese, të jetesës me botën shtazore, nuk mundem me dalë me ata që janë jashtë qenjes njerëzore, absolut se s'mund mu kombinue, se s'mund njeriu të kombinohet me ta dhe të krijojë një modalitet cilën mund të bashkëjetojë si të jetojë në një shoqëri, por kaloni madhi Allah, kjo është rregull sheriatik që njeriu ta ketë bashkëshortën e vetë, dhe t'i ketë familjen e vet, fëmijët e vet, dhe t'i ketë farefisin apo rrethin e ngushtë që janë baba, gjyshi, stërgjyshi. Prandaj kjo për atë arsye ne na jep një kuptim shumë më të gjatë se sa të tjerë që kuptojnë familjen. Pse kur e thash në fillim se familja të na është ideale, nuk është interes, vetëm interes, por në kuadër të kësaj manifestohet edhe interesi edhe çdo tjetër. Pse? Sepse në familjet tona, për shembull, unë po ju them për familjen time, në rrethin tim familjar, ne kemi jetuar në 5 breza. Kush mund ta bëj këtë përpos një familje muslimane? Në 5 breza jetoj, prandaj djali, baba, gjyshi, stërgjyshi, stërgjyshi. Domethënë 5 gjenerata në një familje, në një sofër të përbashkët kemi hogur bukë 5 gjenerata. Prandaj pse? Sepse është dashuria mbi të gjithat, kur ekziston dashuria, respekti dhe toleranca mbi të gjithat, prandaj ekziston edhe jetesa e përbashkët që ata nuk mund ta gjejë asnjë popull tjetër. Dhe ne kjo është si rezultat i islamit, elhamdulillah, që të thash baballarët tonë gjyshës tërgjysht, na i kanë rujt këtë islam, na i kanë rujt me gjithë qatë mone sakrificë, na i kanë rujt këtë kohë me këtë gjumë, dhe ne jemi sot këto. Po mos ishin ata, atëherë ne s'do të ekzistonim fare, por ose do të flisnim një gjuhë tjetër. E ne do të pyesim veten tani, t'i kthejmë realitetit, çfarë po bëjmë ne për familjet tona, për fëmijët tanë. Në islam kur nuk pyetet, për shembull me pyet çfarë ke bërë ti, po pyetet çfarë kam bërë unë. Asnjëherë nuk e gjejnë në islam, në Kur'an, që ndonjë pejgamber ka pyet çfarë bëre ti. Edhe Yunus alayhis salam kur e sprovoi Allahu i madhërisëm, e hudhi në lom, ai tha La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tha oj madhi Allah, tha ti je ai i cili meriton çdo falëndrim e madhërim, po unë i kam bërë zullum e padrejti vetvetes. Edhe në familje mos i pyesim unë si pyes fëmijët të mi çfarë nota keni marrë së shkollë, por e pyes veten çfarë kam bërë në natën e pramshme me ta, a kam gjetë kohë të lirë për ta, a jam mirë me ta, prandaj a kam pas kohë për t'i dëgjuar ata, a kam pas kohë për t'ia bërë qefin atyre. Prandaj unë nuk pyes bashkëshortën time pse është dal apo pse nuk është këtë rregull, por duhet pyes veten sepse bashkëshortet janë nën kompetencën e bashkëshortit. Prandaj ata janë preje, rahmet apo dashuri apo lidhatim për bashkëshortin. Prandaj nëse ajo nuk janë që kanë thonë dietarët islam, subhanallah, thotë dhe është hadithi pejgamberit alayhis salam që 3 persona i madhi Allah nuk kam i shiku fare në botën tjetër. Mos respektu si prindve një ndër të partë, dhe është
ai cili nuk është tolerant dhe i afërt e i dashur ndaj bashkëshortës, dhe e treta është, subhanallah, ai cili e sheh bashkëshortën në rrugë të gabuar dhe nuk mundohet me ndal dhe nuk e ndal. Se bashkëshorti ka mundësinë që është dush me ndal. Tu ja kriju kushtet e favorshme, duke ja kriju çdo kusht të mundshëm që ajo mos ketë arsye të lakmojë në sene të tjera apo tek të tjerët, sepse bashkëshortja nuk dëshiron absolut më shumë prej bashkëshortit, më shumë se t'ja dhuroje dashurinë shpirtërore. Dhe këtu është tema shumë e qëllume që si ta shërojmë familjen. Shërimi, unë këtu dhe doktori mund të flasim prej dikondeve të kundërta, por qëllimin e kemi në pikë të përbashkët, sepse unë flas shërimin e shpirtit, që ka thonë i madhi Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Thot Kurani është shërim, është rahmet, është bereqet për besimtarët. Ai shëron shpirtin dhe çdo plagë tonën. Kurse plagët fizike që i marrim, unë shkoj te doktori, që ka thonë Allah, mos ju çasni çështje për cilën ti nuk ke njohuri. Unë nuk mirrem me shërimin e plagëve, mirret doktori. Këtu e kemi, është kompetent, është profesional që të flase në lëmin e tij, por unë flas si shërohet shpirti. Prandaj ne do të pyesim veten, të kthehemi tek vetja, gjithë ne te vetja, familjes, të pyesim veten çfarë unë po bëj për ju, nëse ata nuk janë në rrugë të drejtë, nëse nuk janë atje ku dëshiron i madhi Allah, apo ka urdhëruar Allahu që familjet tona të jenë atje. Prandaj në kohët e mëhershme, para ditët e para luftës, prandaj nataliteti ka qenë tek ne shumë më i rritur. Prandaj unë jam i teti, vllai pasti edhe 3 motra. Prandaj po me gjithat nona ime ka pas çfarë t'i jep kësaj toke, ka pas me çka të mbuhet edhe me çka të investoje tek ne. Pse? Sepse ne ishim ai cili kemi dhënë kontribut sa do, po tha minimum për këtë liri që kemi sot. Po nona ime kur më ka përcjell që t'jem një pjesëtar i ushtrisë shtimtare, nona ime më ka ledhatun 2 faqe dhe më ka thonë Zoti trujt. Kur gjë s'm ka thonë tjetër, ka thonë Zoti trujt, sepse çka trun lumi Allah, ka thonë unë nuk mëj me trujt. Prandaj ai ishte nana e vërtet që e ka kultivue, e ka mbjell apo e ka duku një fret që mundet t'ja jep kujt dush. Nëse ne nuk kemi një pjekuri të cilën i përmenda më parë që njeh shariati islam, prandaj kjo na jep pasoja të shumta dhe mund të vim deri tek smundjet e ndryshme e degenerime e lakime të ndryshme. Faleminderit. Tani kemi edhe pak momente. Do të kalojmë pak aspekti shëndetësor, sepse minutazhi ka kaluar shumë shpejt. Si paraqitet shëndeti ynë, çështjet e shëndetit në shoqërinë tonë? A kemi raste, a kemi të dhëna të cilat në vërtet mund të konsiderojmë shqetësuese? Ne po jetojmë në një kohë bashkëkohore në të cilën janë shfaqur sëmundje të cilat janë të lidhura me mënyrën e jetesës dhe të ushqimit. Këto janë sëmundjet kardiovaskulare, domethënë sëmundjet e zemrës dhe të enëve të gjakut, pastaj sëmundjet e malinjit, kancerit, diabeti. Këto 3 sëmundje, domethënë janë shumë të lidhura me mënyrën e jetesës. Për këtë arsye, është shumë rëndësi që ne të vetëdyshojmë se cilat janë ato masa, në fakt, cilat janë shkaktarët kryesorë dhe cilat masa duhet të ndërmarrim për të prevenuar këto sëmundje. Shkaktarët kryesorë, dietologët dhe nutricionistët konsiderojnë për këto 3 kategori të mëdha të sëmundjeve më bashkëkohore. Cilësinë ushqimore. Po, cilësinë ushqimore, mënyrën e jetesës, mungesa e aktiviteteve fizike, pastaj hipertensioni, tensioni i lartë i gjakut, obeziteti dhe stresi. Domethënë, tash kalojmë në pjesën preventive, domethënë çfarë ne mund të bëjmë dhe çfarë ne mund të lëmë trashëgimi tek gjeneratat e reja, domethënë me shembullin tonë. Në kategorinë e parë bëjmë pjesë domethënë aktivitetet fizike. Domethënë secili i ri duhet që ta bëj praktik edukat e tij që të dalë dhe të ecë të paktën 40 minuta deri në 1 orë gjatë ditës. Qoftë ajo ardhe vajtje, shkollë, punë, shkollë, apo një shëti me shoqen, me familjen lagje. Pastaj, për arsye se aktivitetet fizike janë qelësi një shëndetit mirë fillt. Pastaj, zvoglojnë, reduktojnë numrin e sëmundjeve fizike dhe në anën tjetër
e rregullojnë tensionin e gjakut, aktivitetet e rregullojnë nivelin e glukozës, pra të sheqerit në gjak, nivelin e yndyrnave, kolesterolit, pastaj ndikojnë në rregullimin e gjumit dhe po ashtu zvoglojnë edhe përqindjen apo shkallën e fenomenit të depresionit. Në anën tjetër, kësaj bashkangjitet edhe një gjumë i mirë, domethënë një gjumë i mjaftueshëm. Pastaj në kategorinë e dytë bëjmë pjesë ushqimi i mirë. Domethënë do të jem shumë praktik që të jem më i qartë, domethënë për të gjithë, një ushqim i cili nënkupton domethënë një kafjall, një mëngjes, i domosdoshëm, sa do të jetë. Domethënë 2 litra deri në 2 litra e gjysmë ujë në ditë. Shiko, këto janë të dhëna teknike, unë më tepër ke parimet e përgjithshme. Individi i sotëm i kërcënuar nga pikpamja e shëndetit për këto arsye duhet jetë më tepër duhet ta arrisë interesin e vet. Pikërisht. Duhet ta arrisë interesin e vet që çfarë mund të bëjmë më mirë për të ruajtur shëndetin. Një prej këtyre është lëvizja, pra të kontakton doktorin, nutricionistin, mësuesi fizik, pra të jetë në kontakt me këto njerëz, me këto përfaqësues, me kushtin që të marrë për tyre recetat e nevojshme dhe në bazë të tyre. Dhe kategoria tretë, që për mua është për mendimet tim është pothuajse pa që rëndësishme sa të parët, është shëndeti mendor apo shëndeti shpirtëror. Dhe këtu bën pjesë besimi e pa diskutueshëm, por bën pjesë edhe ajo harmonia, domethënë brenda familjes. Domethënë ato raportet, relatat e shëndoshta mes të anëtarëve të familjes, dashuria e cila instalohet prej prindërve tek fëmijët, pastaj ai bashkëpunimi, komunikimi i shëndosh mes të anëtarëve të familjes, domethënë ai respekti i cili duhet të instalohet prej prindërve tek fëmijët, këto parimet bazë që janë etike dhe morale, domethënë kjo është pjesa shpirtërore e cila është mendoj shumë pa që rëndësishme sa dhe këto dy komponente, këto dy grupe të tjera të cilat i përmendëm. Mirë, unë ju falenderoj sepse edhe me kaq minuta sa ishi në dispozicion për 2 aspektet, edhe për familjen, po edhe për shëndetin, u dhanë mesazhet e nevojshme. U dhanë mesazhet e nevojshme për të gjithë ata që vërtet dëshirojnë të kenë një familje të shëndetshme dhe për të gjithë ata që kanë nevojë të kenë një shëndet, po ashtu të shëndetshëm si në planin shpirtëror, që gjithsesi e sjell dhe familja, janë të ndërthurura, ashtu edhe në planin fizik, ku një prej komponenteve, siç e thatë edhe ju, është stresi. Nëse ke zgjedhur të jetosh me stres, i shqetësuar, me ato gërvëret e brendshme, sepse njeriu nganjëherë edhe zgjedh ta jetojë me stilin e sherrit të brendshëm, atë stilin e jetës, diskutohet kjo do koston edhe në shëndet më pas, edhe në shëndet fizik, edhe në shëndet mental. Por nëse vendos të jetosh në paqe, duke i kuptuar mirë, ato veten edhe shoqërinë ku jeton, edhe sensin e jetës, besoj që të dyja janë të garantuar në kuptimin më suksesshëm të fjalës. Ju falenderoj që ju pata në studio për gjithë shpjegimet tuaja. Bashkë, miru takofshim.